Fqinjët u ankuan në polici për një bebe që qante pa pushim. Ajo çfarë gjejnë i la me gojë hapur. Nëse do t'ua vendosim këtë video me në sfond zërin, por pa shikuar poshtë në ekran, besojmë se edhe ju do të mendoni se me patjetër zëri që dëgjoni është ai i një fëmie, por nuk është ashtu. Është një papagall mahnitës që imiton zërin e një fëmie që qan. Zogu bën tingujt si e qara e një bebe në mënyrë perfekte, ndërkohë që zonja përpiqet ta qetësoj. Dhe ai duket kaq bindës me atë zërin e tij saqë të gjithë mbeten gojë hapur dhe kanë të vështirë ta besojnë se është një papagall dhe jo një fëmijë. Dihet se papagallët imitojnë tingujt e njerëzve, ata mund të qeshin qajin e madje dhe të flasin, por përse bëjnë këtë? Nuk e dim. Disa shkencëtar mendojnë se ata imitojnë zërat e njeriut për të tërhequr vëmendjen. E po sido që të jetë, është emocionuese të shikosh se si këta zoq përpiqen të jenë si ne. Janë të pakta ata që bëjnë dallimin pa e parë videon. Ky zog ka një talent unik. Performanca e tij është e pabesueshme, por nuk e dim. Disa shkencëtar mendojnë se ata imitojnë zërat e njeriut për të tërhequr vëmendjen. E po sido që të jetë, është emocionuese të shikosh se si këta zoq përpiqen të jenë si ne. Janë të pakta ata që bëjnë dallimin pa e parë videon. Ky zog ka një talent unik. Performanca e tij është e pabesueshme, por unë asnjë nga ne nuk do donte të ishte fqinj i të zotëve të tij, pasi ky papagall mund t'i utojë të gjithë. Një gjë e tillë ka ndodhur të zotëve të papagallit, pasi fqinjët të shqetësuar nga tingujt dhe të qarat që dëgjonin nga shtëpia mendonin se ishte një fëmijë që qante vazhdimisht dhe të shqetësuar kanë njoftuar policin. Por policia është përballur me një situatë të pazakontë, me një papagall që qante si bebe.